Vazhdojmë me shqyrtimin e projekt ligjit numër 10L002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Të nderuar deputet, shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes së tij. Andaj shqyrtimi i këtij projekt ligji duhet bëhet me shmangje nga afati procedural i parapar në nenin 83 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit. Prandaj ftoj përfaqësuesen, shefën e grupit parlamentar të vetëvendosjes, që ta paraqes propozimin për shqyrtimin e projekt ligjit për shmangje pra nga afatet procedurale të parapara me nenin 83 të paragrafi 4 të rregullorës së Kuvendit. Zonja Ana Gavci. Faleminderit e nderuar kryetare, pra ashtu sikurse kemi dorëzuar edhe kërkesën zyrtare, kërkojmë shmangje nga procedurat e përcaktuara me rregullore për shqyrtimin dhe miratimin e këtij projekt ligji, pas parasysh rëndësinë e projekt ligjit edhe vonesat e shumta të cilat kanë ndodhur për arsye që i dim të gjithë, andaj ju ftoj të gjithëve që ta miratojmë këtë propozim tonë. Faleminderit. 105 deputet, prandaj po vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje doret pra të deklarohen, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë, sipas informacioneve, 100 deputet të Kuvendit kanë votuar për të shmangur nga afati procedural i parapar pra në rregullorën e punës së Kuvendit, prandaj edhe po procedojmë. Komisioni Funksional për Integrim Evropian e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Prandaj me këtë rast, ftoj përfaqësuesin nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrin e Financave, zotin Murati, që ta paraqes dhe arsyetoj projekt ligjin. Kam kënaqësinë që në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës të paraqes para jush pra projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, i njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo shkurtimisht edhe plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Në kuadër të këtij plani apo kësaj marrëveshje, pra parashihet që Kosova të përfitoj një pako prej 882.6 milion eurove, e cila është, mund të them, alokimi më i lartë në raport me bruto produktin vendor nga gjitha shtetet, pra është rreth 8% e bruto produktit vendor që është alokuar Kosovës, dhe kjo mbështetje financiare pra vjen në formën e 1/3 si grant apo 253.3 milion euro, ndërka që pjesa tjetër pra 629.3 milion euro është në formë të kredisë. Në këtë aspekt, pra janë dy marrëveshje që duhet ratifikohen sa i përket planit të rritjes, është kjo pra tani në këtë pikë të rendit të ditës që është marrëveshja që mundson instrumentin apo planin e rritjes dhe reformën apo paketën e reformave, dhe më pastaj në një pikë tjetër do të kemi edhe marrëveshjen e kredisë, pra që mundson pra ratifikimin e kredisë në vlerë prej 629.3 milion euro. Sa i përket pra marrëveshjes kornizë, teksti i së cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundson që Kosova të përfitojë nga fondet e BE-s të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin pra do të jetë që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e fondeve të BE-s. Dua të rikujtoj pra se si qeveri i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektoheshin të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian, rrjedhimisht edhe kemi qenë, pra Kosova ka qenë ndër shtetet e para që ka finalizuar agjendën e reformave. Dhe kjo është arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjersa formalisht është miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Mirë po, ka ndodhur disa vonesa pjesërisht pra edhe në finalizimin e agjendës së reformave nga disa shtete tjera, e pjesërisht edhe për shkak
se paralelisht është dashur që vetë Komisioni Evropian pra të zhvillojë rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri. Ndërkohë, pastaj siç e dini, ka qenë edhe situata kur kuvendi nuk ka qenë funksional dhe ka qenë e pamundur të procedohej tutje, prandaj edhe kemi ardhur në situatën kur tani paksa edhe me urgjencë na është dashur ta procedojmë më një herë qysh në mbledhjen e djeshme të qeverisë, sapo kemi marrë detyrën nga ju deputet të nderuar, në mënyrë që kjo marrëveshje sot të vinë në seancë dhe të miratohet dhe pastaj të kemi mundësinë edhe të disbursimit. Fillimisht pra është e paraparë që me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes të disbursohen 7% e mjeteve apo rreth 62 milion euro, nga të cilat pra mënyra se si është e aranzhuar pako apo plani i rritjes është e paraparë që gjysma vjen si mbështetje buxhetore, gjysma tjetër shkon si depozit apo si mbështetje për Republikën e Kosovës në kuadër të fondit apo kornizës për investime të Ballkanit Perëndimor. Siç formati standard pra dhe përfundimtari të akorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën ishte dërguar tek ne me 15 nëntor të vitit 2024 dhe ishte pranuar fizikisht në qeveri pra me 27 nëntor 2024, ku po të njëjtën ditë ishte miratuar edhe projekt ligji për ratifikim. Të njëjtin projekt ligj pra sjellim sot për ratifikim në mënyrë që të mund të procedohet tutje me përfitimin jo vetëm nga mbështetja financiare, por gjithashtu edhe në kuadër të zbatimit të reformave të cilat parashihen pra që të na parafrojnë apo të na mundsojnë konvergjimin më të shpejt drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar ministër. Tani ftoj kryetaren e Komisionit Funksional për Integrim Evropian, zonjën Hykmete Bajrami, që ta paraqesë të arsyetoj raportin e Komisionit. Në mbledhjen e Komisionit për Integrime Evropiane të mbajtur sot në oranin 10:30 në cilësinë e Komisionit Funksional, ne shqyrtuam projekt ligjin numër 10L002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma për rritje. Komisioni për Integrim Evropian, edhe pse në kohë shumë të shkurtër, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje, në mënyrë unanime ka votuar për marrëveshjen dhe i ka rekomanduar Kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojë për. Faleminderit. Faleminderit kryetare, lëvizja vetëvendosje natyrisht se jep mbështetjen e plot për këtë marrëveshje dhe njëkohësisht edhe nga ana jonë faleminderit gjithë deputetëve edhe të komisioneve që u takuan sot, konstituan komisionet dhe e i miratuan të gjitha këto marrëveshje përfshi edhe projekt ligjin për buxhet. Pra japim mbështetjen e plot, faleminderit. Gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës, duke të parasysh që është interes i vendit, interes i shtetit, e jap mbështetjen për marrëveshjen ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu zoti Tahiri, grupi parlamentari i LDK, zonja Lushaku. Edhe grupi parlamentari i Lidhjes Demokratike të Kosovës mbështet të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, edhe këto që është marrëveshje në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, si njëra nga marrëveshjet më të rëndësishme që sigurojnë integrimin e Kosovës në Bashkim Evropian. Faleminderit. Siç e dini, për miratimin e këtij projekt ligji duhen së paku 80 vota për shkak se është marrëveshje ndërkombëtare. Luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për këtë marrëveshje. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj se me 104 vota për, asnjë kundër, 5 abstenime, Kuvendi miratoi ligjin numër 10/002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Faleminderit deputetëve.